duke pasur parasysh ungjillin e sotëm edhe mesazhin që na jep Zoti, edhe pse në këtë rast i drejtohet një njeriu të pasur, madje shumë të pasur, sepse siç na thot Zoti, atij prodhimet i dhan shumë fish. E megjithatë, kjo pasuri u kthye në mallkimin e tij. Asnjëherë nuk e mendojmë pasurinë si mallkim. Shpeshherë, madje edhe në dhjetën e vjetër, pasuria ishte parë për herë si një bekim nga Zoti. Ashtu siç ishte bekim edhe një familje e madhe, shumë fëmijë, e patjetër bekimi i madh ishte edhe kur Zoti bekonte edhe shtëpinë, edhe gjithçka që si thosh njeriu bënte me duart e tij ose me mendjen e tij e kështu me radhë. E megjithatë shikojmë që pasuria mund të kthehet siç tham në armikun ton, sepse siç e dim shumë mirë, lakmia është ajo që është mbrapa zemrës së njeriu. Dhe në këtë rast, siç edhe në disa raste të tjera kur Zoti ju referohet të pasurve, edhe kisha i përmend këto pasazhe, jo sepse kemi shumë të pasur në kishë, por për të pasur parasysh diçka tjetër, që të ruhemi nga lakmia për pasuri. Se ndonjëherë lakmi më të madhe mund mos kenë vetëm ata që janë të pasur, por lakmi më të madhe mund kenë ata që ndoshta kanë më pak, ose kanë më pak se ai që kanë më afër. E ndonjëherë lakmia i bën njerëzit që t'i hajnë nga brenda, e mos t'i lëri të qetë, dhe në fund fare nuk do shijojnë dot as atë që ata kanë. E vetmja antidot që i jepet njeriu është mirënjohja. Nëse do të jemi mirënjohës Zotit për gjithçka që Zoti na ka dhënë, ato që dim, po edhe shumë gjëra të tjera që ne as nuk e dim, as nuk kemi të ndërgjegjshëm se sa shumë Zoti na ka dhënë, na ruan, na mbron, e na siguron. Atëherë do të shikojmë se pak nga pak lakmia jonë do të bjerë. Edhe puna jonë do të bëhet e frutshme, por gjithashtu nuk do mendojmë vetëm për veten tonë, ashtu si ky pasanik. Por do të mund të shikojmë edhe nevojat e dikujt tjetër që është afër nesh, i cili ka nevojë për diçka për t'u inkurajuar, ndoshta edhe për t'u ndihmuar, por për herë ka dikush që ne mund të bëjmë diçka, sadopak edhe sipas mundësive dhe fuqive tona. Ky është antidoti i dytë. Mirënjohja pra është e para dhe e dyta ndihma për të tjerë. Në qoftë se do t'i kemi parasysh dot, do kuptojmë që sa shumë jemi të bekuar, e do ta ruajmë edhe veten tonë nga këto lakmi. Edhe një herë, bekimin e Perëndisë, edhe javë të mbarë të bekuar.